Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të laboristës Shabana Mahmud lidhur me dëbimin nga Britania e Madhe e 700 familjeve shqiptare, të cilët pas refuzimit të azilit po vijojnë të jetojnë në Britani nga financimi taksapaguesve vendas. Rama thot se kjo thirrje vjen në një moment që Shqipëria dhe Britania e Madhe kanë arritur një marrëveshje tashmë të konsoliduar për sa i përket migracionit, duke përmendur këtu reduktimin e numrit të mbërritjeve të parregullta të shqiptarëve në Angli. Ndër të tjera, kryeministri thot se shqiptarët që ndodhen në Britaninë e Madhe janë një ndër kontribuesit e ekonomisë vendase dhe se bëhet fjalë për 700 familje shqiptare. Është një retorike dobët, sikurse thot janë një pikë statistikore në rajon. Mjaft zhgënjyese të dëgjosh ministren e brendshme të Mbretërisë së Bashkuar Shabana Mahmud të përmend rreth 700 familje shqiptare që jetojnë në akomodim të financuar nga taksat pas kërkesave të dështuara për azil si justifikim për rinisjen e kthimeve familjare. Si mundet një ministre brendshme laboriste të përsërisë kaq keq retorikën e ekstremit të djathtë populist dhe të veçojë 700 familje shqiptare, një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë post-Brexit, pikërisht në momentin kur Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria kanë ndërtuar një nga partneritetet më të suksesshme në Europë për migracionin e paligjshëm. Dua t'i kujtoj ministres së brendshme se fal punës së përbashkët intensive që nga fundi i vitit 2022, mbërritjet e parregullta nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar pothuajse janë zhdukur. Kontrolli i migracionit ka funksionuar. Ndërkohë kufizimet e lëvizjes dhe të vizave nga pala britanike mbeten një relike dështimi i epokës Braverman, që dëmton si lirinë themelore të lëvizjes së njerëzve, si dhe ekonominë britanike. Politika zyrtare nuk duhet të udhiqet kur nga stereotipizmi etnik. Ky është minimumi që njerëzimi pret nga Britania e Madhe, tha Rama.